Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatët mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Allahu xhalla xhelaluhu i ka dhënë pejgamberit alayhis salam mirësi të shumta, begati të ndryshme, dhe në kuadër të tij këto begati dhe dhunti i shijojmë edhe ne si ummet i tij. Prandaj dhe falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, i jemi mirënjohës Allahut, i cili na ka bërë ummet të pejgamberit alayhis salam. Mjafton që ja ka dhënë dhe vazhdojmë të gëzohemi dhe të gëzohemi mirësive të muajit të begatë të Ramazanit që ishim në te. Falje të shumta, adhurime të ndryshme, shpërblime të lloj-llojshme. Një natë me vlerën e një gjenerate njerëzore, adhurime nëse ata do të adhuronin Allahun për 83 vite. Krejt këto në Ramazan. E shumë të tjera. Allahu xhalla xhelaluhu don që ummeti të pejgamberit alayhis salam mos janë ndalë vlerat, të jenë të vazhdueshme ato. Prandaj dhe muajin të cilin jemi, ky është muaji Sheval, dhe është i ndërlidhur ngushtë me muajin Ramazan. Allahu xhalla xhelaluhu po don të ndershëm vëllezër që neve të na regjistron agjerues të tër vitit, por jo agjerues vullnetar, por agjerues me vlerën e Ramazanit. Dhe këtë nuk mund ta gjejmë askund pos në Islam dhe nga mirësitë e Allahut. Edhe nëse tani agjerojmë në mënyrë fakultative, nafile, regjistri na bëhet, evidenca na bëhet me shpërblimin e farzeve. Dhe këtë e gjejmë vetëm tek Allahu xhalla xhelalu. Prandaj dietarët Islam kur flasin të ndershëm vëllezër për Ramazanin dhe muajin para që ishte muaji Shaban dhe muajin mrapa që është tani muaji Shewal, bëjnë një krahasim me namazet farze dhe ato nafile ose vullnetare. Ashtu siç thonë se namazet vullnetare para farzeve para përgatitin besimtarin për farz. Sikur që kemi thënë shumë herë, ja vlen me përsërit. Nuk janë të njëjtë në cilësi të farzit, drekës për shembull, sikur ai që vije me kohë, edhe i është i qetë, edhe ka orë para kohe, dhe thirret e zani, falë sunetin, pastaj hin farz. Nuk është i njëjtë me ato që vije drejt në farz. Në aspektin e cilësisë po flasim. Prandaj, namazi para farzit e para përgatit robën për farz. Sunetet mrapa farzit plotësojnë lëshimit që i bëron mbrana farzit. Kështu thonë është muaj para Ramazanit Shabani dhe ky muaj që tani jemi, muaj Sheval. Prandaj të ndershëm vëllezër, është shumë e vlerë kuptimi i kësaj çështje që ne edhe më ta e kuptojmë se jemi duke jetuar me vlerat e muajit Ramazanit. Andaj preokupimi më i madh tani në këtë kohë është për secilin besimtar, a thuvall çfarë u bë me veprat tona të Ramazanit. Ka qenë ky preokupim, kjo brang ka qenë që nga gjeneratat e para, e do duhej të vazhdonte. Çfarë bëri Allahu me mundin dhe angazhimin ton? A thuvall na u pranuan veprat apo jo? Gjithsesi, ne jetojmë mes frikës edhe shpresës. Mirë po dhe na intereson të dim pak a shumë, sepse njeriu si qenie është krijesë eksploruese. Na intereson të dim për shumë gjëra, e me theks veçantë për mundin që e kemi bën. Dietarët Islam, duke i përpunu faktet kuranore dhe ato profetike, kanë ardhur në përfundim se ka sinjale, ka shenja treguese të cilat tregojnë për realitetin e pranimit të veprave të Ramazanit apo mos pranimin. Pra, janë sinjale të cilat nuk janë konsensuale, por janë këshilla të dietarëve Islam të cilat neve na ndihmojnë. Në mesin e këtyre sinjaleve që dietarët kanë folë që nga kohrat gjenatat e hershme është që pas Ramazanit të shtojmë veprat dhe të jemi të vazhdueshëm. Nëse duam të dim se çysh e kemi gjendjen me veprat e Ramazanit dhe si e kemi pozitën tani me Allahun, pra veprat që të cilat i kemi mësuar dhe i kemi punu në Ramazan, të jenë të vazhdueshme dhe të shtojmë ato. Andaj të ndershëm vëllezër, ky është një inkurajim që për gjatë gjithë muajit Ramazanit kemi fol, pra në shkollën e Ramazanit përfitojmë që të jemi nxënës
të jetës, jo sezonal. Muj Ramazanit është shkollë sezonale, një mujore, por që neve na akumulon që ne jemi nxënës të vitit. Prandaj këtë dënë Allahu xhelle xhelalu, siç ka në hadithin e saktë, ku thot pejgamberi alayhis salam, "Ehabul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall", prej veprave më të dëshiruara të Allahut, që Allahu i don është ato që janë të vazhdueshme, qofshin edhe të pakta. Çka i bën kjo? Kjo i bie që ato punë të veçanta që kemi bën Ramazan, shtesë është fjala, shtesë, përveç agjerimit dhe 5 kohë namaz, për shembull këtë Ramazan që shkoj, ke vendos mos milon mos sunetet që lidhen me farze. Sunetet, nafilet që janë të vlefshme, ke vendos mos milon, mos i let ashtë Ramazanit. Kjo është një sihariç që inshallah jenë pranu, jenë bë kabull veprat në Ramazan. Pastaj për sinjaleve që dietarët islam flasin është që ne të kemi vullnet për punë të mira, të kemi elan dhe të gëzohemi atyre jashtë Ramazanit. Po tani në muajin Sheval, gjithsesi që nuk është muaj Ramazan dhe është e natyrshme me pas një ngjecje, por ai që ka vullnet për punë të mira dhe i gëzohet atyre është një sinjal pozitiv, sepse ai ka përfituar nga shkolla Ramazanit dhe vazhdon të jetë i tillë. Pra të ndershëm vëllezër, që i bie që mos lëm hapësirë për pesimizëm, për dembeli, sepse me kalimin e kohës shkojmë duke i asgjësu, të i largu veprat e mira që i kemi bë, dhe kjo prap para se marr Ramazani i ardhshëm, neve që jemi të njëjtë që kemi qenë para Ramazanit. Pastaj për shenjave që dietarët islam flasin për to, të cilat sinjalizojnë, janë tregues të rrugës se ne jemi duke ecë mirë, është që ne të gëzohemi adhurimeve, të gjejmë kënaqësi në adhurime pas Ramazanit. Dhe që kjo çështje të ndershëm vëllezër, dietarët islam e kanë trajtuar në mënyrë delikate. Thonë ai që i gëzohet, gjen lumturi, gjen kënaqësi në ibadete, namaz, në xherim, në sadaka, mas Ramazanit, në dua, kjo është aroma e cila vije si rezultati i veprave të mira të Ramazanit. E shijon besimtarët dhe pas Ramazanit këtë aromë, sepse gjithmonë i lidhet ose i ndërlidhet ndjesia e muajit begat të Ramazanit. Kjo është shenjë e mirë. Të fundit që po e ceki, për shkak kohës së ngushtë, është prej shenjave të cilat determinojnë, na sinjalizojnë se gjendja është mirë, personi i cili frigohet për fundin e tij jo të mirë. Kur e shoqëron vazhdimisht ndjesia, pra ka një ndrojtje në vetveten e tij, se nëse i braktis punë të mira, mund të mos i vije fundi i mirë. Jem falë gjatë tërë muajit Ramazanit, kam bërë këtë dhe këtë dhe këtë. Nëse i braktisi këto, e kap një lloj frike që mos po vije fundi keq. Kjo është shenjë pozitive. Prandaj të ndershëm vëllezër, po e përmbyllim me një citat kuranor, me një porosi të Allahut xhelle xhelaluhu në suratul Mu'minun, ku Allahu xhelle xhelalu flet për besimtarët e mirë, që nga koha shpavjes. Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ata të cilët apin nga ajo që ne ju kemi dhënë, i bie vazhdojnë, jenë të vazhdueshëm. Pra, simbolika në citat për të dhënë, vlen edhe për namaz, vlen edhe për lutje, vlen edhe për bamirësi, vlen edhe për kujdes ndaj prindve, vlen për gjitha veprat që i kemi bën Ramazan. Kjo është vetëm sinjal ose simbolik në këtë citat kuranor. Allahu po thot, ata të cilët apin dhe bojnë mirë nga ajo që kanë bën më herët, mirë po zemrat e tyre janë të dridhura, të friksuara, sepse kanë mu kthy te Zoti. Pra i bie të friksuara se nëse nuk i bojmë qito vepra, mos vallë, po përfundojmë keq. Atëherë, personi i cili ka në ndjesinë e tij, besimtari që e shoqëron ndjesia e frikës, vazhdimisht e frikës së fundit, ky është sinjal pozitiv. Pra që i bie të ndershëm vëllezër, thonë thjesht, trash edhe shkurt, ai që pas Ramazanit nuk e lëshon këtë në lerë jetën me u kthy sikurse në situatën në gjendjen para Ramazanit. I bie se, pra gjendja është mirë nëse pra ne jemi të kujdesshëm për vetveten dhe veprat tona. Këto ishin disa sinjale
tregues të ndershëm vëllezër, të cilat neve na njoftojnë se vërtet pra, nëse vazhdojmë të tillë, atëherë janë sinjal i pranimit të veprave të Ramazanit dhe është sinjal që kemi raportet e mira me Allahun. Dhashtë Allahu xhela xhelaluhu që ti ketë pranuar nga ne, ju dhe gjithë besimtarët ka të cilin të gjitha veprat e mira. Allahu na mundsof stabilitet në besim dhe në veprat e mira. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni dhe ju falje sepse Allah është falësi më. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, jemi në një muaj që vlerat e këtij muaji janë të veçanta. Pra, për këtë muaj na ka fol pejgamberi alayhis salam me një çështje të ndërlidhur me begati dhe mirësitë e muajit Ramazan. Jemi në muajin Sheval dhe siç promovova më parë se Allahu xhelle xhelalu don të na regjistron me pak mund adhurues të tërë jetës tonë, ibadetxhi Ramazanli të tërë vitit. Kështu ka ardhur në hadithin e Ebu Ejub el-Ansariut, i cili transmeton se pejgamberi alayhis salam ka thënë: ai i cili e agjeron muajin e Ramazanit dhe e përcjell me 6 ditë agjerim në muajin Sheval, regjistrohet te Allahu agjeruesi i tërë kohës, i tërë vitit. Të ndershëm vëllezër, kjo është një premis, kjo është edhe një sjaharit i radhës, kjo është edhe një myshde jashtë Ramazanit. E dietarët islam, kur e kanë komentuar këtë hadith, kanë dhënë komente të shumta për këtë vlerë, që i bie se kanë thonë, shpërblimi këtyre 6 ditëve është me vlerën e farzave të Ramazanit. Prandaj po don Allahu xhelle xhelalu me 6 ditë agjerim këtë muaj, Allahu na shpërblen me sevapin e Ramazanit dhe të regjistrohemi tek Allahu agjerues të tërë vitit, jo vullnetar, agjerues të Ramazanit të tërë vitit. Pra, shpërblime të shumta. Prandaj të ndershëm vëllezër, ata që kanë mundësi, sepse këto 6 ditë nuk janë obligative, janë vullnetar, janë pra nafile, por ai që ka mundësi shëndetësore është mirë, pra sepse është mundësia e tërë muajit. Madje po e promovoj ato që kanë thonë dietarët islam, se ai që fillon me agjeru këto 6 ditë, mirë po për ndonjë arsye, nuk ka mujt me plotësu mrena muajit Sheval, bën me plotësu edhe në muajin Dhulkade, 1 apo 2 ditë. Ai që nuk ka pas mundësi me i plotësu në këtë muaj, por yzer ose ka pas arsye. Prandaj të ndershëm vëllezër, edhe ky është një sihariç, sepse Allahu xhelle xhelalu pra don të na shpërblej me mirësitë e tija. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që na mundëson ta adhurojmë atë ashtu siç ai është i kënaqur, të falë mëkatet tona, na udhëzon neve, familjarët tonë, ta udhëzon shoqërinë tonë, rinjën tonë. Lutim Allahun xhelle xhelalu që të shëron të smuarit tanë, Allahu të mëshiron të vdekurit tanë, Allahu ta leton gjendjen e muslimanëve ka do që të janë me theks të veçantë në Gaza.